Kështu thot pyetja, si do të jetë vdekja e atij që e ka fal namazin? Pse edhe ata që falën vdesin? Sigurisht pyetji ka dosh me thonë aty me ngushëllu vetë jam të fal namazin, kam me vdek një ditë. Hajde gëzom pak. Çish do të jetë vdekja ime? Tash tu duhet ta dim ne e besojmë që kena me vdek si besojmë. E para. Se ka njerëz ideologji që thonë nuk vdes njeriu, po shpirti atij shkon te një njeri tjetër. Ne në fejnë tonë e besojmë që kena me vdek një ditë. E pastaj jetojmë në varë sa jetojmë, pastaj ndodh dita e fundit edhe do dalim para Zotit. Shkojmë në xhennet apo në zjarr. Inshallah Allah na udhëzon edhe na përforcon udhëzimin e shkojmë në xhennet. E para e dita, nëse unë e besoj dënimin në varr fillimisht, atëherë i qasemi kësaj çështje. Ne e besojmë se dënohemi ose shpërblehemi në varr apo? Ama para kësaj, a besojmë nëse njeriu kur vdes, shpirti del shumë lehtë edhe shumë zor? Ne besimtarët e besojmë. Çka thot Zoti në Kur'an? Thot ja ayyatuhan nafsul mutma'inna. O ti shpirti qetë. Dil me qetësi. Ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyya. Dil i kënaqur sepse edhe Allahu është i kënaqur me ti. Fadkhuli fi ibadi, shko te robërit Allahu subhanahu wa taala, wadkhuli jannati, edhe hinë në xhennetin tim. Po një hadith, tash nuk e di kështu me pika me presje, po ta sqarojmë kështu. Thot ai që është i mirë, besimtari i mirë. Kur themi besimtari i mirë, po vepra më e madhe që mundet me pas besimtari i mirë është namazi. A jam i qartës. Sepse kushtet e islamit janë shahadeti. Po shahadeti njerë thuhet dhe u kri. U bëna musliman. Cili vjen kushti tjetër? O namazi. E ai cili e ka fal namazin, shpirti shumë lehtë i del. Që po shemë në këtë gotë, në diçka dhe une e pastroj me njerë. Po, dhe kur dashi. Po atë lamë që Lesh dashi. Unë po e marrë si shembull, thjesht për komplikime kam, për përzijet, se në del qësh. Muhamedi Islam ka thonë për ata që nuk janë të mirë, nuk janë e kundërshtojnë Zotin, e kundërshtojnë namazin, gjithë shka. Janë do thera, shumë të forta, edhe të gjata dhe të forta. A kupton, nëse e shkelat, të futet nga më del të edhe kocin të shpon, atë që forte. E përshkruan pejgamberi dhe më thonë si prej lukthit, ata therat me të nxjerr ka shumë keq. Dhe më thonë, a përjeton dhimbje të madhe, po. Prap këtë që pëthutja ata edhe këta, tash nëse mirëm ne dhe ata, o gabim. Unë me dhe që o gabim, se ne duhet me sqaru që është të ashtë janë, si besim ne. Që ka thonë pejgamberi? Po, si ka thonë Zoti edhe pastaj Muhamedi Islam. E tash, kush i beson? I beson, është besimtar. Kush i beson, haj për të mirë, me zor. Lekum dinukum wali din. Po, ndash kesh, ndash mos kesh. Ju e keni fenë juaj, ne e kena fenë tonë. Ti beson në atë që beson, unë e besoj në atë që duat besoj. Unë e besojnë që këtë. E po tash, si pas ligjeve ndërkombëtare të kombeve të bashkuara, secili ka drejt me besu në atë që don. Pa ja cenu tjetrit të drejtën. Për ne nuk është kështu. Neve na cenojnë fejnë, neve na cenojnë gjithë shka. Pse besoni kështu, pse besoni? Po duhet jo kështu, jo ashtu. Ne me qesim kështu bash, nëse e bëm në listë, ne dy. Me qesim anisim ne me bon qef, me jetu për tjertë. Nuk e di ndoshta kishim mbet edhe njerëz. Nuk më mërë me që kishim mbet njerëz. Me moral, tha, me kulturë, me civilizim dhe emancipim. Se ata mendojnë që emancipimi jo në gjuhën tanë më budal. Edhe gjithë çka me lejë, jo. Emancipim me qeni shkolluar, me pas respekt.
me ditë çka e mira, me ditë çka e keqja, me ditë ku e ke vendin, me ditë kur dush me fol, me ditë kur dush me hesht, me respektu prindin, me respektu arsimtarin, me respektu profesorin, me respektu kujshin. Kjo, unë mendoj kjo është emancipim. Jo e kundërta e moralit. Te ne emancipim në thojza, dikush mundohet të interpreton ajo që nuk është e moralshme. Si të qoftë për vdekjen e namazliut, jena të folë. Po e di që jena të folë për vdekjen e namazliut, po ti më ngutë se pak edhe unë të shajde. Në ndash, s'ka lidhje. Namazliu... Punë të mirë i ka. Të namazi tash falet me dy nijet. Me nijet për Zot, edhe me nijet për interes, me të pa njerëzit. Allah e din më smiri. Po ne ta themi atë që duhet me thonë. Unë e tjerët ata të cilët falen për hir Zotit. Çka përfitojmë? Përfitojmë të gjithat mirat edhe në këtë botë edhe në botën ardhshme. Ai i cili thot pejgamberi Islam Sallallahu alaihi wasallam, pasi që të vdes njeriu, nëse i ka punë mirë me namaz, të gjitha punë tjera kanë me ju lehtësu. Ai i cili nuk i ka punë të mirë me namaz, të gjitha punë tjera ose vepra tjera kanë me ju vështirësu. Allah në rujtë. Nëse nuk e ke namazin, e ke haxhin, e ke zekatin, problemi është. Me pas namazin, e këto tjera Si ke? nuk i ke, prapë më mirë situatë. Kalon më mirë. Po, më mirë, se o shtilla. As-salatu imadu d-din. Namazi është shtilla e besimit. As-salatu miftah kullu khair. Namazi është çelësi i çdo të mirës. U kuptuam? As-salatu miftah kullu khair. Ai që e fal namazin e ka çelësin. A di ai kur e ke çelësin? Kur don hin, kur don del. Kur se ke çelësin, Allah ma e çelësin lënë të muli, lënë këtu. A është një sej me pasë mes me pas çelësin nuk është. Pastaj çka thot Zoti në Kur'an? Inna s-salate tenha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi largon njerëzit nga të irrituarat dhe të ligat. E në qëfë se njeriu nuk ka gabime në këtë botë, pse ka fal namazin, çka ndodh matë? Aja ka një vdekje të rahatshme, aja ka një vdekje të mirë, aja ka një vdekje të lezetshme, edhe një jetë shumë të gjërë në varin ku do të vendoset. Se vari da duket i ngushtë, ama për njeriu e mirë ka mu zgjeru, ka mu knaqë. Bile ka me thonë, pse kam jetu 70 vite, 80 vite në të botën e gajre dhe probleme. Në varë, a i cili në përshimë në botë e filozofia, varin 7-7, se si palatja vane, bile ka dosh Mercedesin, lene Mercedesin në varë, i ka dosh $, njërin 100.000 në varë, i ka hongë disa ushqime, edhe ata ushqime në varë, nuk i bëjnë hajrë dhe as dobi. Se para Zotit, kena me dalë me veprat mira. Kështu thot pejgamberi Islam. Kur të varroset njeriu, i vjen një krijesë, njeri me fytyrë të bukur. Edhe këtë që ka vdekë, thot kush je ti? Thot unë jam vepra jote e mirë që e ke bën atë botë. Jo krejse je për krahje, siguri. Vepra jote e mirë. Në fyt si në folk njeriut, Po të bëj qartë. mirë po tash nuk e sheh mirë. S'mundet me përshkru se shkans ja, po thot kush je ti? Thot unë jam vepra e mirë që e ke bën atë botë. E vepra më e madhe, cila në këtë botë? O namazi. Po ati që se ka fal namazin, s'ka bën vepra të mira, i vjen i mrolt. Thot kush je ti? Thot vepra e lik, vepra e keqe që e ke bën atë botë. Namazi gjithçka. Namazi në asnjë rast nuk lihet. Edhe në spital falë, nuk mundesh me mendje falësh. Po në shtëpi je shtrir, pa qefje, a ki se mur. Nuk mundesh me ndajt nga kam, falësh ullur. Nuk mundesh me falë ullur, falësh i shtrir. Në luft namazi nuk lihet.
në rrugë namazi nuk lihet. Në asë një rast nuk ka argument se duhet me në namaz. Shkurtohet namazi. Ka shumë në luft dihet si falet namazi. Shkurtohet kur je në udhtim, po. Nuth, ama në luft, për shembull, falet një aspekt tjetër. Edhe shkurtohet, mirë po, si se i vjen nga një reqat. Interesant, që është e po tash s'kemi kohë të sjerëm, këtë aspektin këtë, namazi nuk lihet. Shembull, agjerimi. Je i sëmur nuk agjeron. Zeqati, s'ke pare, nuk jep zeqat. Haxhi nuk ke pare, je i sëmur nuk shkon. Namazi nuk ka argument. Je i sëmur dush mu fal, ashtu si je. Jenë rrugë, i falë prej 4 reqat. Po nuk ka mundësi me zbrit, në vetur, nuk ka mundësi me zbrit, në aeroplan, nuk ka mundësi me zbrit se tik namazin, në autobus, ama nuk lihet namazin. Pse se, ka thot, as-salatu imadu din, namazin është shtilla e besimit. A i vendojmë pika? I vendojmë pika më një koment për në fund. E kam një parandjen, se as shmire shpjegoj hoxha këtë çështjen e namazit dhe vdekjes, se këtë kena me vdek, edhe ai që u fal, edhe ai që s'u fal. Që pas si ta dëgjojnë këtë video, shikuesit tanë të dashur, ata që nuk e kanë fal, kanë me nisë me fal namazin. Inshallah. Nisja, vdekja e mirë e lezetshme ka me thonë. Ti flasë këse kamerës? Pa tjetër. Me qenë se falni namazin, unë nuk fitoj asgjë. Pa. Asë unë as fiton asgjë, ti fiton. Me qenë se për shembull studion dhe mëson, ti fillimisht kemi fitu, pastaj edhe familja jote edhe ne. Me qenë se me fal namazin, kemi u bon djali mirë, kemi u bon vajzë mirë. Kanë me ta pa hajrin edhe familja jote, pastaj edhe kret besimtartë. Sepse një njeri që falet, i frigohet Allahut fuqiplot. Ai që i frigohet Allahut fuqiplot nuk bën pa drejtësi. Mundohet me qenë i drejt edhe mundohet me shkuën rrugën e Zotit. Të gjithë njerëzit namazlivë e shohin hajde. Unë kam përjetuar ankth dhe frikë në fillimit e namazit, kur kam filluar me fal namaz. Edhe kum pas shumë zënka. Të gjithë këto thotë janë sprova. Me cilin ka pas zënk? Po se ka cek sigurisht në familje. Domethënë ka pas shumë ankth, shumë ka përjetuar frikë. Edhe zënk. Namazi realisht duhet me qetësu njeriu. Mirë po, këta njerëzit musliman, po them, që udhëzohen, sa të musliman kanë qenë, po që s'janë falë. Në momentin që fillon mu falë, ka mundësi me pas kështu lloj probleme. Pse? Se djalli nuk ka rahat. Nuk knaqet se djalli ti me falë namazin. Djalli ka dëshirë me të lanë ti pa familje, mu shkororzu, me shtuë, me paksu në fe. Gjithë kretë këto që i përmendëm, janë lojrat djallit. Edhe namazin e veç kur që thot ushtarin e humba. Kështu djalli thot ushtarin tim e humba. Se ke qenë ushtar ti, çka të ka thonë ke bën? Mos e respekto babën, ja ke kthi fjalën. Mos e respekto nanën, ja ke kthi fjalën. Mos mëso, s'ke mësu. Mos shko të shtëpia në kohë, nuk ke shku të shtëpia. Përdore drogën, e ke përdor. Përdore alkoolin, e ke përdor. Këtë qiet. Edhe tash, me një moment, po nisë mu falë, e njeriu që nisë mu falë, largohet nga droga, largohet nga alkooli, shkon të shkolla me kohë, e kryin fakultetin, e respekton babën nanë, e respekton hoxhin, respekton xhamin, respekton kujshin, e djallin horat. Por atë shkak edhe namazin ta përzit. Në momentin që e nisë mu falë, trandon të qka në gjoks. Këtë probleme kanë shumë njerës, nuk e ka vetëm kjo ose kjo, kush ka bon pyetje. Allahu e përforcoft në udhëzim, po mos i ke gajle. Sa më shumë thuj, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Por shembull, jemi në namaz. Të vjen një mendim i keq ose diçka të shtrëngone. Shqetësim, po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jo me pushtin diga atje. Pushtim e lehtë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. E lehtë. Që me habit ose me largu mendimin tënd nga ajo që po t'imponohet. Citje këto për shpëritje. A më kështu sa mire ka cekë, në fillim, thot, shta shte ka. Për që të Nëse da, ma si
njeri e ka në fillim. Po, Edhe dikush tjetër mundet me pas fillim. E nëna të folste për secilin që e ka në fillim. E qartë, po. Edhe fjalën astaghfirullah. Fjala më Qul ndështën. a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Min sharril waswasil khannas, ato vezveset. O Zot na mbroj nga vezveset që vinë min el jinnati wan nas, nga xhinët, nga djalli, nga shejtani, edhe njerëzit. Tash ti ke fillu më fala, ma dikujt edhe për njerëzve nuk i duket në rregull. E thot, ma, se shekullin 21. Namaz janë punë e shkretinës, punë e vjetër. Mundohet e me të bon ushtar të vetin, për në du të me qenë ushtar në të aspekt ushtar. Njerëz të përkushtuar ndaj fesë Allah subhanahu taala, njerëz të përkushtuar ndaj kombit dhe traditave tona, njerëz të përkushtuar ndaj familjeve tona.